Izraeli ka ndërprer plotësisht furnizimin me energji elektrike për rripjen e Gazës, duke shtuar presionin mbi Hamasin për lirimin e pengjeve të mbetura. Kemi në dispozicion të gjitha mjetet për të kthyer pengjet dhe për të siguruar që Hamasi të mos ekzistojë më në Gaza pas luftës, tha ministri izraelit i energjisë në një deklaratë. Ky vendim pritet të ndikojë rënd në impjantet e desalinizimit, të cilat janë jetike për furnizimin me ujë të pijshëm. Qeveria izraelite nuk e ka përjashtuar as mundësinë e ndërprerjes së furnizimit me ujë, ndërsa banorët e Gazës janë duke agjëruar në muajin e Ramazanit. Ndërkohë negociatat për një armpushim të ri pritet të rifillojnë të hënën në Katar. Izraeli kërkon që Hamasi të pranojë një zgjatje të armpushimit, ndërsa grupi militant kërkon fazën e dytë të marrëveshjes, që përfshin lirimin e pengjeve të mbetura, tërheqjen e ushtrisë izraelite dhe përfundimin e luftës. Hamasi thuhet se mban ende 24 pengje të gjallë dhe trupa të pajet të 35 të tjerëve. Grupi ka paralajmëruar se shkurtimi i furnizimit me energji dhe ujë do të ndikojë edhe te pengjet. Lufta ka shkatëruar pjesën më të madhe të infrastrukturës në Gaza, ku energjia elektrike sigurohet kryesisht nga gjeneratorë dhe panele diellore. Izraeli është përballur me kritika për ndalimin e ndihmave dhe furnizimeve bazë për civilët palestinezë. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se ndërprerja e burimeve jetike mund të përbëjë ndëshkim kolektiv. Nga ana tjetër, Hamasi ka propozuar krijimin e një komiteti të pavarur për të administruar Gazën deri në mbajtjen e zgjedhjeve palestineze, por Izraeli ka refuzuar këtë propozim pa ofruar një alternativë për administrimin e pasluftës. Që nga fillimi i luftës, sulmi i Hamasit në tetor të vitit 2023 vrau rreth 1200 persona në Izrael dhe çoi në rrëmbimin e 251 pengjeve. Ndërkohë, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 48.000 viktima palestineze, sipas Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar nga Hamasi, por numri i militantëve të vrarë mbetet i paqartë.